do thot, ajo është Mila Radojqić. Që 20 vjet, pej që si jamën, pa ditën e si ftyrë, kusha e kom njofë që është të kriminal lufte. Pa ditë si jamën, në Mitrovic ne kem ditë që ka vra ka në Gjakov. Për këtë? Po, për Radojqić. Ne kem ditë, do thot, si jamën, po flas. E kem ditë edhe për Ivanovicin, do thot, Dedin, me jamën, me jamën, familjet që janë, zaten Ivanovici pse u vra? Ivanovici u vra sepse u kthy çështja ati në shkollë. Para i tha, unë kam e kallëzu tash. Edhe vrojti shteti, se ato e ka vra shteti sërb, tjetër kush ka ekzekutu, do të për mi mbyll dosje, sepse ai ka vepru. Dyshimet kanë qenë mu për Radojqićin, si mashë shteti. Pjesë e strukturume, do thot, ai ka ditë të pezom Mitrovic, ne kem shok dhe familjarë që akoma vorët as nishan, as nam zdijen të tyre ku janë njerëzit që janë zhduk. Ata janë zhduk me komand prej qarqeve ushtarake. Ivanovic është e sakë, unë për të flasë për i burime që mi kanë thonë tuj, që kanë qenë involvu në proces. Ajo ka thonë që komi të reguë zëngjirin komandus që kush ka vra dhe ku janë ato edhe, do thotë e kanë eliminu. Të shi njerëzit qytetarë, shqiptarë, kanë shku e kanë dalë jashtë, tash veç dalin pak ma shtirë se o bo do biznis atje, njerëzit dalin edhe për tangërlëk, edhe për mobilitet politik, kanë tash kush me fitu ma shumë vota si, edhe ajo është legjitime politikisht, por në kuptim të shtetësisë së Kosovës, problemi i sovranitetit nuk është problemi i shtrirës me forcë. Autoriteti, do thot forca është garant nije, por nuk mundet me qenë në operus primar në shtrirje të sovranitetit të brashëm, sepse del problem. Edhe kjo është segment i rëndësishëm, zoti Hasani, dhe ju e dini situatën se si ka qenë atje. Atje ka qenë e vështirë për pas atyre banorëve që kanë qenë të krojvi taku që janë balavachuar në vazhdimsi. Nuk është ashtu. Të tre rokaqjet. Ja, po thuhet ashtu. Kush ka desh ka dalë, përveç mas lufte, po jo pra, ka ndërtu edhe shtëpia, do të thotë prej Kadrit në Djespas e tjerë, jo ka ndërtu, do të thotë, kena dalë një kur ke dash, do të thotë, po me qenë se s'ka pas shumë restorane, as të sërbe që i kem njohë, tash janë botë shqiptarëve, dalin njerë, do të thotë se i njohin, por ajo nuk është që ka pas problem sigurie, spaku, unë do të thëja, prej vrasjes në Djespas të Enverit, policit e këndej, nuk ka por, nuk ka pas, do të thotë, nuk ka pas, si tush, nuk ka pas frikë sistemike. Përpara ka pas frikë sistemike, që erojët e urave, rrishin, do të thotë, sulmanin kanë qenë agresiv, tash jo.